Gomerët shtëpiak. Xhabiri Allahu qoftë i kënaqur prej tij ka thënë: I dërguari i Allahut paqja dhe bekimi i tij qoftë me të, ditën e Hajberit ndaloi ngrënien e mishit të gomerëve shtëpiak dhe lejoi mishin e kuajve. Transmeton Ahmedi dhe Darakut. Mushkat. Ndalimi i tyre bëhet duke i krahasuar ato me gomerët shtëpiak, në bazë të ajetit kuranor. Dhe kuajt, mushkat e gomerët për t'u hipur. Kuran. Në këtë mënyrë ato marrin të njëjtin status me gomerët, i cili është dhe argument për ndalimin e ngrënies së tyre. Nëse thuhet se pse është lejuar mishi i kalit, kur ky ajet e përfshin edhe atë, ne themi se kali ka dalë nga ky vendim me një tjetër tekst, i cili është leja e profetit paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, për ngrënien e mishit të tij në hadithin e sipër përmendur. Çdo kafshë që ka dhëmb qeni, si luani, tigri, ariu, leopardi, ujku, qeni, dhelpra e tjerë, me të cilat gjuan pren, pra kafshët mishëngrënëse, po ashtu ndalohet çdo shpend që ka kthetra si shqiponja, skifteri, bufi e tjerë, të cilat i përdorin për të gjuajtur, pra shpendët grabitqar. Dëshmi fetare për këto është thënia e Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Profeti paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka ndaluar të hahet çdo kafshë me dhëmb qeni dhe çdo shpend me kthetra. Transmeton Tirmidhiu, Ahmedi dhe Hakimi. Kafshët apo shpendët që më së shumti ushqehen me ndyrësi, këto kafshë edhe pse në parim mund të jenë të lejuara, siç është pula, nëse ato ushqehen vazhdimisht me ndyrësi, nuk lejohet ngrënia e mishit të tyre dhe pirja e qumështit të tyre, sepse profeti paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, e ka ndaluar këtë gjë, në mënyrë që të lejohet mishi i këtyre kafshëve, para se të theren, ato duhen izoluar nga ndyrësit dhe duhen ushqyer me ushqim të pastër, në mënyrë që të pastrohet mishi dhe qumështi. Kështu ato bëhen të lejuara për të therrur dhe ngrënë. Shkëputur nga libri Minhaj el Muslim, Ebu Bekr el Gjezairi.